Përshëndetje miq, në këtë video do t'ua shpjegoj se si të përgatitni këtë ëmbëlsirë fantastike me mollë. Ëmbëlsirë e cila ka shumë pak përbërës dhe del tepër e shijshme. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Fillimisht na nevojiten 3 vezë të cilat paraprakisht kanë qëndruar në temperaturë dhome, 100 gram me sheqer të zi ose sheqer të bardhë. Këto së bashku do t'i përziejmë për 3 minuta derisa të bëhen në shkum, pra në këtë formë. Tani këto janë gati dhe do të vazhdojmë me përbërësit e tjerë. Do të shtojmë dhe 100 ml me vaj. Shtojmë dhe 3 mollë të cilat i kam coptuar në copa të imta, 1 lugë të çajit me kanellë, 1 paket pluhur për pjekje, 100 gram me ara dhe 10 lugë të diellës me miell. Pasi që t'i shtojmë këto përbërës, do ta përziejmë masën mirë derisa të bëhen të gjithë përbërësit bashkë. Dhe pasi që i kemi të gjithë përbërësit së bashku, tani do ta shtojmë dhe përbërësin e fundit, i cili është qumshti, pra do të shtojmë 120 ml me qumësht. Përsëri do t'i përziejmë dhe më pas do t'i vendosim në tepsi. Tepsin paraprakisht e kemi lyer me vaj dhe pastaj do ta vendosim në furrë të nxehtë në 180 gradë për 20 deri në 25 minuta, gjithmonë duke e kontrolluar. Dhe siç e shikoni, keku ka dalë i butë dhe është gati. Do ta shpojmë me një thikë për ta kontrolluar në qoftë se është pjekur, dhe thika del e pastër, keku është gati. Dhe tani ju mund që ta dekoroni atë sipas dëshirës së juaj. Mbi kek hudhim pak sheqer pluhur për t'i dhënë më shumë shije. Dhe miqtë e mi, kjo ishte receta ime për ju sot. Për më shumë receta, ndiq Kuzhina e Rahimes.